Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska që zhduk rrudhat për një ditë, kjo recetë me limon do ju lër pa fjalë. Një lëkurë e re dhe e bukur është dëshira më e madhe e të gjithëve ne. Çdo ditë ne përpiqemi që të sjellim mënyra të ndryshme të cilat na ndihmojnë për të patur një lëkurë të kuruar. Arsyeja është pasi në treg ka pafund produkte kozmetikore për mirëmbajtjen e lëkurës, por pavarësisht që këto produkte mund të kushtojnë shumë, nuk do të thotë se janë efektive dhe pa efekte anësore. Njerëzit në vende të ndryshme nëpër botë kanë rutina dhe tradita të ndryshme në lidhje me shëndetjen dhe bukurinë, prandaj ekzistojnë edhe shumë lloje të maskave natyrale që mund t'ju ndihmojnë për të patur një lëkurë perfekte. Këtu ne do t'ju tregojmë disa prej tyre që përpost se janë natyrale dhe nuk kanë as edhe një efekt anësor, janë edhe shumë efektive dhe të lehta për të përgatitur në kushtet e shtëpisë. Maska, që në përbërjen e saj ka limon, ka një ndikim shumë pozitiv në kurimin e rrudhave në fytyrë. Shumicën e kohës, lëkura juaj duket e vrashtë për shkak të shtresave të lëkurës së vdekur. Megjithatë, për eliminimin e lëkurës së vdekur dhe të rrudhave, juve do t'ju duhet vetëm një limon dhe pak krip. Limonët gjithashtu sigurojnë një dozë të mirë të vitaminës C, i cili ndihmon në ruajtjen e lëkurës dhe ndihmon në rritjen e sistemit imunitar të trupit. Merrni një fetë limoni dhe përdoreni atë për të pastruar fytyrën tuaj butësisht. Lajini fytyrën më pas me ujë normal. Ndërkohë, aplikoni një maskë për fytyrën për plot 15 minuta. Një nga mënyrat më efektive dhe më natyrale për të kujdesur për lëkurën tonë, sigurisht është që ju të përdorni maska të përgatitura vetë. Këto do t'ju ndihmojnë në zhdukjen e rrudhave dhe linjat e shprehjeve. Ju mund t'i jepni rini dhe shkëlqim lëkurës tuaj me produkte të cilat ju i keni në kuzhinë, pa që nevoja të shkoni në një sallon bukurie. Për të bërë një maskë, e para gjë që ju duhet të dini është lloji i lëkurës tuaj. Njerëzit me lëkurë të ndjeshme duhet të përdorin kos, mjalt, arra, aloe vera, të bardha vezësh dhe vaj kokosi. Ata me lëkurë normale mund të zgjedhin produkte jo shumë të yndyrshme. Këshillohet të shmangni përdorimin e vajrave tuaj thelbësor, pasi ato shkaktojnë një reakcion alergjik. Për të bërë një maskë për fytyrën në kushte shtëpie kundër rrudhave është më e lehtë se kurrë. E vetmja gjë që do t'ju duhet janë 2 fruta, banania dhe portokalli. Merrni një banane të pjekur mirë, shtypeni dhe shtojeni një lugë çaj lëng portokalli. Përzieni këta 2 përbërës dhe vendoseni masën në lëkurë të pastër. Lëreni të veprojë për plot 15 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz, rrudhat dalin përpara kohe, kryesisht tek zona e syve, gojës dhe qafës. Rrudhat të gjithashtu shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe njëkohësisht duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe njëkohësisht të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej trajtimeve më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaj i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer kështu lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kjo kurë duhet përsëritur çdo mbrëmje.
Sipas ekspertëve, vaji arrës të kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe e zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre për çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe e ushqen atë me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojini maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për plot 10 deri në 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan gjithashtu ekuilibrat e pH-it, ndërkohë që mjalti i jep fytyrës shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rrihni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados mund ta shtypni në një mikser dhe maskën ju ta mbani në fytyrë për plot 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado zbut rrudha dhe i jep lëkurës shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për plot gjysmë ore dhe më pas shpëlajini atë me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëngu i limonit. Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe njëkohësisht të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Lëngu i limonit përmban vitaminë C dhe ai nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe një lugë gjelle me ujë. Fërkojini lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta dhe aplikojini si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës heq të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës dhe njëkohësisht mundet që të përmirësoj qarkullimin e gjakut. Ju gjithashtu mund të përdorni edhe maskën natyrale e cila mund të zhduk rrudhat brenda natës. Me kalimin e viteve rrudhat shfaqen në fytyrë dhe janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe njëkohësisht për parandalimin e tyre, ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kos dhe njëkohësisht vaj ulliri. Në një enë ju duhet që të hidhni një lugë mjalt, një të verdhë veze, 2 lugë kos dhe gjithashtu një lugë vaj ulliri. Përzini të gjithë këta përbërës derisa ju të përfitoni një maskë kremoze. Këtë maskë më pas aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për plot 30 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni që rezultatet janë me të vërtet mbretëlënëse. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!